Përshëndetje shikues të nderuar, sot do t'ju demonstroj se si ta përgatitni këtë trileçe me karamel shtëpie, që do t'ju shkrihet në gojë. Mund ta përgatitni edhe për festën e Fitër Bajramit, tani që e kemi shumë afër. Për pandisponjen do t'na nevojiten 8 vezë, që do t'i thyejmë një nga një. 2 gota me sheqer, gota i ka 200 ml. Shpesh herë kam përgatitur trileçe me karamel të blerë, por asnjë si karameli i shtëpisë. Nëse je fillestare në kuzhinë, kjo recetë do të ndihmoj shumë, është shumë e lehtë dhe thjeshtë. Tani do të fillojmë që t'i rrohim vezët dhe sheqerin me një mikser derisa të dyfishohet masa, derisa të jetë një dëndësi kulqa e trashë. Shpresoj që dhe ju ta përgatitni këtë trileçe, sepse me të vërtetë nuk do të pendoheni, sepse ka një shije fantastike. Pas rrahjes 5 minuta, kështu duhet të duket masa, goxha si e trashë. Dhe tani fillojmë që t'ja hedhim mielin. Unë kam hedhur rreth 300 gram me miell. Tani është koha të të hedhim një pluhur për pjeki, ose për ndryshe një fëthirë. Furrën e kemi parangrohur në 200 gradë, ku dhe do ta pjeki për 15 minuta. Tani do ta fusim në furrë, ku do ta pjekim për 15 minuta. Me një piron do ta vërtetojmë nëse është pjekur edhe për brenda. Nëse del kështu piruni i thatë, atëherë është e gatshme. Fillojmë me përgatitjen e karamelit. Në një përtjerë hedhim 300 gram me sheqer. Fillojmë që ta shkrijojmë sheqerin në një temperaturë shumë të ulët, jo të lartë. Përzieni dalë nga dalë, mos lejoni që t'ju ligjë sheqeri, për ndryshe do t'ju digjet sheqeri dhe do t'ju dështoj receta. Që sheqeri ka marrë këtë ngjyrën e karamelit, e kemi gati. Vazhdojmë që t'ja hedhim 100 gram me margarinë. Do t'i hedhi edhe 200 gram me halt për torte. Në këtë pikë sheqeri do të avullojë, keni kujdes që mos të digjeni. Dhe si që shihni, tani karamelin dhe se e kemi gati. Do ta largojmë që të ftofet mirë. Pasi që është ftohur karameli, do ta vendosni në një qelçe. Këtu kam fituar 300 ml me karamel për trileçe. Dhe shikoni sa e mirë nga ka dalur brumi ose pandisponja. Është e butë sikur sungjeri. Pandisponjen tani do të filloj që ta shpoj në disa vende, në mënyrë që t'i depërtoj edhe brenda qumshtit. Këtu kam një litër qumësht, por do ta hedhi të tërën mbi trileçe. Unë kam bërë trileçen vetëm në një lloj të qumshtit, ndërsa ju mund ta bëni me 3 lloje të qumshtit. Dhe tani gati jemi në përfundim. Këtu do t'ja hedhim karamelin trileçes. Që shihni si trileçja dhe karameli ka ndalë perfekt.
Deri në recetën e radhës, mirëmbëjtësit. Shpresoj që ju pëlqeu kjo video dhe ju faleminderit për shikim.